Nedim Bajrami ka qenë protagonist dhe një prej lojtarëve që i dha një dorë të madhe Shqipërisë për të shkuar në Europianin e Gjermanisë. Federata Shqiptare e Futbollit bëri një luftë të madhe për të marrë këtë lojtar në gjirin e saj dhe në kohën e rejës kishte shumë kritika për të, pasi nuk e shpërbleu të gjithë besimin, por me ardhen e Silvinjos ndryshoi gjithë historia. Bajrami u kthye në një prej lojtarëve kryesor në suksesin e Shqipërisë. Në kohët e fundit, Nedimi nuk ka zhvilluar performanca të mira në kombëtare dhe po ashtu po çalon shumë edhe te Rangersi. Në të gjitha ndeshjet e fundit, Bajrami është parë që të qëndrojë në stol dhe të marrë fare pak minuta, ndërsa në dy takimet e fundit i ka nisur si titullar. Ndaj Celtic luajti për 66 minuta, ndërsa sot kundër Aberdeenit në fitoren 4-0, Bajrami e nisi si titullar dhe doli në minutën e 45 të ndeshjes. Por sot është parë një skenë e radhë dhe jo e bukur për tifozët shqiptar, që tregon edhe mungesën e efikasitetit të Bajrami në Skoci. Në minutën e 33 të takimit, një prej lojtarëve kundërshtar ka bërë një ndërhyrje shumë të rëndë ndaj futbollistit shqiptar, duke e goditur atë dhe pa pasur asnjë qëllim për të kapur topin. Bajrami ka përfunduar në tokë me sulërimeve nga dhimbjet, duke kërkuar ndihmën e menjëhershme të mjekëve. Nga ana tjetër, arbitri ka komunikuar me dhomën e varit për të parë nëse do të kishte një ndëshkim me karton të kuq për lojtarin kundërshtar, për shkakun e ndërhyrjes së rëndë ndaj Bajramit. Në fund, u dha vetëm një karton i verdhë, por nuk ishte kjo çudia më e madhe. Ajo që shkaktoi shumë abi është fakti që mes gjithë kësaj skene, asnjë prej lojtarëve të Rangersit nuk shkoi për të parë Bajramin dhe për ta pyetur se si ndihej. Futbollisti kombëtares ka qëndruar i vetëm i shtrirë në fushë derisa mbritën mjekët e ekipit dhe më pas u largua me ta, pa pranin e asnjë futbollisti të Rangers. Pavarësisht se ndërhyrja ishte shumë e rrezikshme, e gjitha kjo skenë i ka bërë përshtypje edhe disa tifozëve të Rangersit në rrjetet sociale, që pavarësisht rezervave të tyre për Nedim Bajramin dhe faktin që nuk arritu dot që të shënojnë në këto takime, kanë kritikuar lojtarët e tjerë të Rangersit që nuk e ndihmuan Bajramin në këtë moment të vështirë për të.